Por sidomos që qeni shikues të Ani Report, unë kam ardhur në Karamel sepse kam lënë një takim të veçantë me një djalë nga Italia, i cili në disa emisione televizive këtu në Shqipëri për atë kohësh është bërë i njohur për faktin që ka realizuar një këngë me shumë dashuri për Tiranën. Është Leonardo Tredicini, natyrisht është italian, siç mund të kuptohet edhe nga emri, por ai ka ardhur, i ka dedikuar këtë këngë Tiranës, që unë do doja edhe një herë ta pyes nga fillimi si është e mundur dhe të zbulojmë çik edhe të gjithë mbrëmjen, pse ndodhet këtu, ka ftuar disa njerëz për të bërë një mbrëmje speciale sonte. Buonasera. Buonasera a tutti. Mirëmbrëma, ju quaj Leonardo apo zoti Tredicini? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma të gjithëve, faleminderit. Leonardo, assolutamente. Ok, allora, prima di tutto so che gliel'hanno chiesto anche altre volte. Atëherë, të gjitha di që ju kanë pyetur edhe herë të tjera, sepse ke pasur rast të bësh intervista me shumë programe televizive. Por unë, kur pash për herë të parë këngën e Tiranës, thash, tani, ky tipi këtu, pse? Shne? Kur ju kontaktova, kuptova që ju nuk jetoni në Shqipëri. Jo, nuk jetoj në Shqipëri. Vi shpesh këtu për punë, por jetoj në Itali. Qui anche per lavoro, ma vivo in Italia. Çfarë punë bëni? Le të themi që unë i dedikohem muzikës edhe si pasion, por jam një sipërmarrës. Kam një biznes në sektorin industrial. Un'azienda, quindi lavoro nel settore industriale. Kur dëgjova këngën thash, ja, italianët që vinë në Shqipëri janë shumë, por për të investuar apo sidoqoftë për punë, por për art dhe muzikë, Per investire o comunque per lavorare, ma cioè per arte, per musica. Le të themi që unë kam ardhur këtu herën e parë me disa miqtë e mi nga Tirana që jetojnë në Itali. Ata më ftuan disa ditë, le të themi që të kaloj disa ditë këtu, dhe erdha me ata. Pastaj jam kthyer herë të tjera dhe kam ngelur shumë i magjepsur nga ky qytet. Unë e kam thënë edhe në intervista të tjera, sepse më kujton Italinë kur kam qenë fëmijë, kur dilja shëtitje me prindrit e mi. Di quando andavo in giro con i miei genitori. Scusi, më fal, mund më thoni nga jeni? Unë kam lindur në Napoli. Do me thënë, Tirana, ju kujton Napolin. Sì, anche un po' Napoli. Jo, por në këtë moment, sipas meje, nëpërmjet syve të mi, transmeton një lloj energjie dhe është edhe një qytet në zhvillim e sipër. Me shumë dëshirë për të bërë gjëra, për të ndërtuar të ardhmen. Kjo për mua është një gjë shumë e bukur. Fakti që sheh përpara në një të ardhme, gjë që ne italianët për fat të keq e kemi penalizuar, edhe për shkak të krizës që po përjetojmë në fakt. Della crisi che stiamo vivendo.
Però, okay, io stavo guardando. Megjithatë unë po të shija duart nëse ke unas martese në gisht, sepse më duket pak e vështirë që duke mos jetuar në Shqipëri, por duke vajtur dhe ardhur të mund të dedikosh një këngë të tërë këtij kryeqytetit të Shqipërisë, pa qenë diçka romantike aty brenda. Jo, këtë që këtu e kanë menduar dhe ma kanë thënë edhe shumë kolegë të tjerë të tut. Por le të themi që kënga që unë kam dashur të dedikoj kryeqytetit të Tiranës ka lindur nga një ndjenjë ime personale, duke parë këtë qytet dhe kam dashur ta përshkruaj si një grua të bukur në lulen e viteve të saj. E ke parasysh një grua rreth të 35-ave, 30 vjeçe që shkëlqen, është në kulmin e jetës së saj. Por I dedikohet realisht kryeqytetit dhe nuk ka filtra të tjerë në mes. Ma è dedicata realmente alla capitale e non ci sono filtri in mezzo. Ma comunque sidoqoftë një mendim duhet ta kesh për gratë shqiptare. Si mund të mos them që vajzat shqiptare janë shumë të bukura? Domethënë, akoma s'kam njohur një që të mos jetë e bukur. Në ndryshim nga burrat që jam tradicionalist, nuk ja lejoj vetes të gjykoj burrat, janë patjetër simpatik. E anche diplomatico, perché Që ka edhe diplomat, sepse ne mendojmë që s'janë dhe ai simpatik burrat shqiptar, janë ca të sertë. Madje mendojmë se gentil jeni ju italianët, jeni të njohur pak edhe në të gjithë botën për këtë. siete un po' conosciuti in tutto il mondo per questo. Ma sì, l'italiano diciamo che veste Po, italiani, le të themi, duhet ketë atë veshjen e mashkullit gentil, ai që hap gjithmonë derën dhe të sjell lule, por nuk është e vërtetë që jeni gjithmonë kështu. S'është e vërtetë. Ndërsa në kuzhinë jeni, trëndafilat jo gjithmonë I dhuroni, por në kuzhinë Non sempre le regalate, però in cucina in cucina. Në kuzhinë edhe unë po bëj ca kurse, po perfeksionohem. Anche in cucina. perché tu non Pse nuk bëni pjesë tek ata që gatuani, Jo, atëherë ti qenë ke më shumë se shqiptar. Po, jam shumë afër, le të themi, burrave shqiptar. Do të më shpjegosh tamam se çfarë pune bëni këtu? Më the që je sipërmarrës, por le të themi që me Shqipërinë projekti është I lidhur me muzikën. Le të themi që këtu janë përqendruar vetëm anët e mia artistike dedikuar muzikës, jo për sa I përket kompanisë time sipërmarrëse që e kam në Itali. Mirë, po dua që ta zhvilloj këtë bisedë nga që ka pasur shumë debat të rëndësishëm edhe në faqet e mia në internet. Ka pasur një ndjekshmëri nga ana e të rinjve këtu në Tiranë. Janë apasionuar edhe më shumë pas kësaj këngë dedikuar qytetit të tyre. Kështu që unë dua të vazhdoj këtë rrugtimin muzikor këtu në Shqipëri. Dedicata alla città e quindi vorrei continuare questo percorso musicale qui in Albania. Ma come Si e keni jetuar Tiranën? Le të themi që e kam jetuar 360 gradë, si ditën edhe natën. Ajo që më ka bërë më shumë përshtypje, sepse të them të drejtën kam lëvizur më shumë në përqendër. Kështu që ajo që më ka ngelur më shumë në mendje, më ka habitur, janë imazhet e makinave të bukura, lokalet plot jetë. Kjo është një gjë shumë e bukur që në Itali më kujtohen edhe nga filmat që shihja fëmijë. Ishte kështu në Itali në vitet 60, 70, 80. Kështu që shoh që jeni rahat, keni një mënyrë të lehtë për të jetuar jetën. Dhe kjo gjë më ka apasionuar shumë, aq sa më pas më inspiroi të bëja këngën. Pra, lindi me të vërtet në bazë të një ndjenje si një piktor kur pikturon pikturën e tij. Come un pittore che dipinge un quadro. Tu guardi e poi hai un'ispirazione. Megjithatë, unë mendoj se ka sa të duash gjëra që ndoshta nuk ju kanë pëlqyer nga Tirana, sepse kënga është e bukur etj, por nuk ekziston që një gjë të jetë 100%. Ke të drejtë. Hai ragione, sono d'accordo con te. Jam dakord me ty. Në fakt, bota mbar nuk është perfekte. Pa dyshim si në të gjitha kryeqytetet, nëse del në periferi, gjen degradim dhe abandonim. Por le të themi që këto janë gjëra që I përkasin botës mbar. Unë kam daluar tek jeta e shfrenuar dhe tek mënyra se si jetohet jeta në qendër të qytetit, pasi mua kjo më ka goditur dhe apasionuar. Nella città, nel centro della città e questo mi ha colpito e mi ha appassionato. Leonardo, me qenë se je napoletan, ne shqiptarët jemi mësuar që na thon për çdo gjë, por sidomos për trafikun dhe parkimin që jemi më keq se napoletanët. Le të themi që kjo është një gjë e vërtetë, që e kam hasur edhe sot në rrugë. Skena makinash që presin në kryqëzim në një mënyrë që në Napoli e kam parë shumë herë. Por duhet të them që në xhiron e pak viteve, sepse ka ca vite që vi në Shqipëri, vërej një ndryshim të madh. Njerëzit respektojnë më shumë semaforët. Deri para pak kohësh në Napoli nuk I respektonin, kështu që le të themi ndonjë ndryshim I vogël në sensin pozitiv. Qualche anno fa a Napoli non neanche li rispettavano, quindi diciamo qualche piccolo passo avanti in positivo, secondo me. Ma
Në vizat e bardha akoma jo ama. Në vizat e bardha ama akoma jo. Jo, tek vizat e bardha rrezikova të vdes 3 herë vetëm sot. Duhet të kesh kujdes. Po, duhet të kesh kujdes. Mirë, tani dua të kaloj tek kjo mbrëmje e bukur e qetë. Unë erdha me disa miq dhe shijuam shumë që edhe ato janë mikesha të mia me bashkëshort italian, sepse janë shumë italianat në Shqipëri, a e di? Sono tanti gli italiani adesso in Albania, lo sa? Sì, lo so. Po, e di, është një moment ky për Shqipërinë ku edhe në mbar normativa të qeverisë janë këto favorizimet për italianët që na bëjnë komod dhe na afrojnë. Por ndoshta edhe për shkak të një lidhjeje, nëse mund të them vllazërore. Shqiptarët kanë jetuar për shumë vite në Itali, kam shumë miq të mit shqiptar që fëmijët e tyre i kanë lindur në Itali. Kështu që ndoshta ka një lidhje midis dy vendeve. Kjo është një gjë e bukur. Nëse mund të ketë zhvillim edhe nga pikpamja e punës në të ardhmen, mirë se të vi, pse jo? Che ben venga. E anche la cucina, siccome Edhe kuzhina, me qenë se jemi këtu, unë vërej që shumë restorante këtu italianët i preferojnë shumë. Ju pëlqen shumë kuzhina, por ne ky është kompliment, sepse kuzhina italiane famoze në të gjithë botën, ti pëlqej italianëve kur vin këtu. Po, edhe kuzhinën unë e vlerësoj shumë. Kam ngrënë disa herë kuzhinën tipike dhe më pëlqen. Mi piace tanto. Ti thua tipiken, por unë po them edhe restorantet në përgjithësi. Kur këtu shkon në një restorant, e ndjen ndryshimin nga një restorant në Itali apo jo? Jo, të them të vërtetën. Ka restorante që gatuajnë kuzhinën italiane në mënyrë të shkëlqyer. Duhet të them me të vërtetë shumë mirë. Mirë, tani dua të kthehem tek mbrëmja këtu. Ç'ne kjo mbrëmje këtu në Karamel? Ke ftuar miq të tut apo? Po, le të themi që këtë mbrëmje kam dashur të dedikoj ndonjë fansi që ma ka kërkuar me kohë prezencën time në Tiranë, këtu në Shqipëri. Prandaj desha t'i bëj këtë omazh miqve të mi të dashur të Tiranës dhe personave që më ndjekin çdo ditë në aktivitetet e mia apo edhe faqet online. Doja shumë të organizoja këtë gjë, shpresoj që po kënaqen. Questa cosa ci tenevo davvero tanto e penso che siano divertenti, insomma. Sì. Ok. Për gjithë ata që nuk mundën të vinin sonte, por edhe ata që erdhën. Një mesazh para se ta mbyllim. Çfarë dëshiron ti thuash nëpërmjet kamerës time? Ok, allora. Mirë, atëherë për ata që s'erdhën më vjen shumë keq që duhet të them se humbën rastin për pak muzikë të mirë, që shpresoj të ketë qenë e bukur. Mua më pëlqeu. Për ata që ishin të pranishëm, bëhet qefi sepse më demonstruan afeksionin e tyre shumë të ngrohtë. Duhet t'i them me të vërtet faleminderit këtij populli, që për mua është shumë i sinqert dhe mik. Ashtu si për ne shqiptarët është Italia. Sotto il cielo di Tirana nasce un'altra settimana, dopo un volo e una frontiera sarò presto lì da te. Con un colpo di fortuna mi sorride anche la luna, quante porte e quante braccia che si aprono per me. Ehi Tirana, tu mi incanterai con la tua dolce vita, dentro un traffico che suona già. Tirana, io ci sarò. Sotto il cielo di Tirana, una regola lontana, come un boomerang arriva ma rimbalza e se ne va. Dentro il cuore dell'Europa, tu ti senti troppo sola, la bellezza dei tuoi giorni forse è proprio questa qua. Ehi Tirana, tu mi incanterai con la tua dolce vita, è l'amore che mi avvolge già. Tirana, io lo terrò. Io che voglio ancora spendermi, di giorno non so arrendermi, di notte cercherò. Tu che sai
cielo di Tirana un aereo s'allontana, con tristezza io lo guardo e non vorrei stare lassù. I potenti al nostro mondo sanno bene fino in fondo in che modo e da che parte questa terra girerà. Ehi Tirana, non cambiare mai, raccontami la storia di un passato che è finito ormai. Tirana, signora, ora tu sei. Io che voglio ancora spendermi, di giorno non so arrendermi, di notte cercherò. Tu che sai come convincermi, tu sai come sorprendermi e io t'abbraccerò. Tirana, ci sarò. Sotto il cielo di Tirana una musica risuona, io che provo a catturarla e con lo sguardo cerco te e ripenso a questa vita, certe volte sembra strana. Sotto il cielo di Tirana mi ha portato fino a qui.